Jemi në Filipianëve, kapitulli 2. Letra drejtuar Filipianëve, kapitulli 2. 213. Faqja, kapitulli 2, Filipianët. Ta ndikim me vëmendje vëllezër fjalën e Perëndis, halleluja. Fjala e Perëndis është Zoti ynë. Fjala e Perëndis nuk është një libër i zakonshëm, por fjala e Perëndis sjell jetën e jetën tonë, ndryshon jetën tonë. Është ushqimi ynë shpirtëror, që e ka nevojë çdo njeri që ka pranuar Krishtin dhe është rilindur. Pra, nëse se ka ndonjë ngushëllim në Krisht, ndonjë ngushëllim dashurie, ndonjë pjesëmarrje të frymës, ndonjë mallëngjima dhe mshuri, atëre e bëni të plot gëzimin tim, duke pasur të njëjtin mendim, të njëjtën dashuri, një unanimitet dhe një mendje të vetme. Mos bëni asgjë për rivalitet, as për mendje madhësi, por me përullësi secili ta çmojë tjetrin më shumë se vetveten. Mos mendojë secili për interesin e vet, por edhe atë të tjerëve. Kini në ju po atë ndjenjë që ishte në Jezu Krishtin, i cili, edhe pse ishte në trajt Perëndie, nuk e çmoi si një gjeku të mbaj fort për të qenë barabar me Perëndin, por e zbrazi veten e tij, duke marrë trajt shërbëtori e u bë ngjashëm me njerëz. Dhe duke u gjetur nga pamja e jashtme, por si njeri, e përulli vetveten, duke u bërë i bindur deri në vdekje të kryqit. Prandaj, dhe Perëndia e lartësoi madhërisht dhe i dha një emër që është përmbi çdo emër. Që në emër të Jezus Krishtit të përkullet çdo gjuhë i krijesave qiellore, tokësore dhe nëntokësore. Dhe çdo gjuhë të rrëfejë se Jezus Krishti është Zot për lavdi të Perëndisë Atër. Prandaj të dashurit e mi, ashtu sikur keni qenë gjithnjë të bindur, jo vetëm kur isha i pranishëm, por edhe më shumë tani që jam larg, punoni për shpëtimin tuaj me frikë me trembje. Sepse Perëndia është ai që vepron në ju vullnetin dhe veprimtarinë sipas përqimit të tij. Bëni çdo gjë pa u ankuar dhe pa kundërshtime, që të jeni të paqortueshëm dhe të pastër, bijtë të Perëndisë pa të meta, në mes të një brezi të padrejtë dhe të çoroditur, në mes të cilit ju ndriçoni si pishtar në botë, duke e mbajtur lart fjalën e jetës. Që unë të kem me se të krenohem në ditën e Krishtit, se nuk vrapova kot dhe as nuk mundova kot. Por edhe sikur unë të jem derdhur, si flijim dhe shërbesë të besimit tuaj, gëzohem dhe ngazëlloj me ju të gjithë. Po ashtu dhe ju gëzoni dhe ngazëlloni me mua. Amin. Apostolli Paul, vëllezër, halleluja, ju drejtohet vëllezërve filipianëve
për t'ju treguar motra dhe vëllezër, aleluja, që kjo vepër nuk ka të bëjë me një vepër njerëzore, nuk ka të bëjë me një vepër që është nisur nga njerëzit, motra dhe vëllezër, aleluja. Kjo është një vepër e nisur nga Perëndia, sepse dashuria e Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk pushon asnjëherë për njeriu që ai të arrijë shpëtimin. Sepse njeriu e krijoi Perëndia jo të mbasë, por të jetojë përjetësisht në praninë e Zotit. Dhe qëllimi i Perëndisë është që njeriu, motra dhe vëllezër, aleluja, të shpëtohet. Dhe këtë vepër shpëtimi nuk e bën dot njeriu, vëllezër, por e bëri Perëndia, duke dërguar të vetëm lindurin bir Jezus Krishtin, që ai të flijohet në kryq dhe kushdo që beson në ta të ketë jetë të përjetshme. Që këtë vepër, motra dhe vëllezër, aleluja, ta drejtoi vetë Zoti. Ai tha, ju s'mund të bëni dot asnjë gjë vetëm, por unë do t'ju dërgoj ngushëlluesin frymën e shenjtë, dhe ai do të banoj brenda jush, ai do t'ju drejtojë ju, ai do t'ju japë fuqi, motra dhe vëllezër, aleluja, për t'i qëndruar në këtë vepër shpëtimi. Tham nuk bëhet nga njerëzit, motra dhe vëllezër, aleluja, por do t'a bëjë fryma e Perëndisë. Dhe kjo ndodh vetëm atëherë kur ne, me dashurinë që kemi për Zotin, vëllezër, aleluja, t'i dorëzohemi frymës të Perëndisë, që fryma e Perëndisë të udhëzojë jetët tona, të na forcojë, motra dhe vëllezër, aleluja, sepse njeriu nuk mundet vetëm, por duke qenë i mbushur me fuqi nga Perëndia, do të ta mundë botën. Bota është kundërshtari, motra dhe vëllezër, aleluja, i njeriu që e pengon për të hyrë në mbretërinë e Perëndisë. Dhe bota është vetvetja jonë, motra dhe vëllezër, aleluja. Njeriu mishor. Dhe lufta jonë është të rritim njeriu frymëror nëpërmjet frymës të Perëndisë, që ky njeri mishor, motra dhe vëllezër, aleluja, të vdesë dhe të mos ngrerë kokë asnjëherë. Dhe lufta është midis njeriu frymëror dhe njeriu mishor, midis kërkesave, motra dhe, cila është dëshira ime? Është dëshira ime t'i shërbej Perëndisë, apo është dëshira ime, motra dhe vëllezër, t'i lutem Zotit që të mos më mungoj asnjë? Dëshira e të zgjedhurve të Perëndisë duhet të jetë të bëhet vullneti i Perëndisë. Na mësoi, thamë, Zot, si të lutemi. Ne e duam Perëndinë, por nuk dim si të lutemi, çfarë të kërkojmë në Zot. Dhe ai ju tha, kërkoni në radhë të parë mbretërinë e Perëndisë. Është kaq shumë e domosdoshme, vëllezër, aleluja, që kërkesa jonë e parë, shqetësimi ynë i parë, në jetën tonë, vëllezër, është të bëhet vullneti i Perëndisë në mua, në jetën tonë. Dhe të gjitha të tjerat që njeriu ka nevojë, do t'ju jepen shtesë, thot Zoti. Sepse ashtu siç ju kujdeseni për fëmijët tuaj dhe ju jepni gjëra të mira fëmijëve, sa më shumë Ati ynë qiellor do t'ju jap atyre vërtet që e duan Perëndinë. Nuk do Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, që ne të kalojmë në një rrugë vuajtjesh, por Zoti lejon në jetën tonë një rrugë të ngushtë që ne të na nxjerrë të pastër, motra dhe vëllezër, aleluja, nëpërmjet këtyre vështirësive që Zoti lejon. E falenderojmë Perëndinë. Do kalojmë në një rrugë të ngushtë, vërtet, thot Zoti, por ama, vëllezër, aleluja, do të na jap jetë të përjetshme,
Kjo rrugë është e vetmja rrugë, thotë Zoti. Nuk ka rrugë tjetër, nuk ka rrugë të gjerë, motra dhe vlezër, dhe e gjerë është rruga që e gjejnë njerëzit për jashta, që mund të bëjnë çfarë të duan, motra dhe vlezër. Por ne, kur pranuam Jezus Krishtin, na u hapën sytë të shohim cila është e vërteta, vlezër, dhe falenderojmë Perëndin. Dhe të ecim në të vërtetën që është fjala e Perëndisë. Dhe thotë, çfarë ndodh me të gjithë ata që Zoti i ka zgjedhur, vlezër, aleluja, nëse ka ndonjë ngushëllim në Krisht, ndonjë ngushëllim dashurie, ndonjë pjesëmarrje të frymës, ndonjë mallëngjim a dëmshuri, atëherë e bëni të plot gëzimin tim. Që do të thotë midis jush, vlezër, aleluja, gjërat që ne na gëzojnë janë pikërisht këto gjëra. Të dëshmojmë, motra dhe vlezër, aleluja, njëri tjetrit, çfarë Zoti bëri sot? Çfarë foli fryma e Perëndisë sot, vlezër? Si më përdori fryma e Zotit mua sot? Dhe pash vërtet dorën e Zotit që duke i folur një njeriu, shikonja lot, motra dhe vlezër, aleluja, shikonja që ai njeri e pranonte fjalën e Perëndisë. Rilindi, vlezër, aleluja, dhe unë e dua, Zoti, dhe unë dua të jem si ty, e falenderojmë Perëndin. Këto gjëra, thotë, e shtojnë gëzimin tim, thotë. Këto gjëra janë ato që duhet vërtet, vlezër, aleluja, të ngushëllojmë njëri tjetrin. Kur kemi një pjesëmarrje të frymës, thotë, kur kemi një dashuri, thotë, motra dhe vlezër, aleluja. Duke pasur, thotë, të njëjtin mendim, që të gjithë, motra dhe vlezër, aleluja, duhet të kemi të njëjtin mendim, sepse i njëjti frymë është ai që do të bëjë veprën, motra dhe vlezër. Dhe në radhë të parë, fryma e Perëndisë do të bëjë këtë vepër, të jemi bijë të Perëndisë, të jemi që të gjithë të një mendje, vlezër, aleluja. Aty kur nuk jemi në një mendje, nuk mundet fryma e Perëndisë të bëjë vepër. Ky është, motra dhe vlezër, aleluja, qëllimi i Perëndisë, që ne të jemi në unitet me njëri tjetrin, që ne të jemi një familje, motra dhe vlezër, me njëri tjetrin. Që Zoti të mund të veprojë. Prandaj thotë, atëherë e bëni të plot gëzimin tim, duke pasur të njëjtin mendim, të njëjtën dashuri, me të njëjtën dashuri, thotë, për njëri tjetrin, motra dhe vlezër, aleluja, në një mendje të vetme. Kjo është kisha e Perëndisë, që të jemi që të gjithë në një mendje të vetme, motra dhe vlezër, aleluja. Po si do arrihet kjo, vlezër? Si mund të arrihet? Ne nuk e kemi një gjë të tillë. Atëherë çfarë duhet të bëjmë? Këtë vepër nuk e bën njerëzit. Këtë vepër e bën fryma e Perëndisë. Atëherë që të gjithë, motra dhe vlezër, aleluja, Zoti thotë, ejeni ke kunë dhe lirini barrën tuaj mbi mua. Dhe ne shkojmë në Zot, vlezër, dhe lejmë barrën tonë në Zot. Cila është barra? Nuk jemi në një mendje, Zot. Rëndesat që kam nuk i mbaj dot, Zot, aleluja, i lë tek ty, Zot. Dhe fryma e Perëndisë vjen na çliron nga rëndesat dhe na jep forcë, motra dhe vlezër, që ne të ecim përpara. E falenderojmë Perëndinë. Do shkojmë në Zot që këtë vepër të unitetit, motra dhe vlezër, ta bëj fryma e Perëndisë. Nëse do jemi në frymë të mbushur plot, që të gjithë, motra dhe vlezër, nuk ka nevojë për mësime. Mësimet tona janë pasqyra jonë, kur ne shohim veten, kur jemi të mbushur plot në frymë, fryma e bën veprën dhe ne çfarë? Kemi gëzim. Dhe gëzimi vjen nga fryma e Perëndisë, vlezër, aleluja. Nëse jemi plot në frymë, nuk na pengojnë vështirësitë, nuk na rrëzojnë, motra dhe vlezër, vështirësitë, sepse fryma e Perëndisë është ai që vepron në zemrat tona dhe na sjell gëzim. Në unanimitet, thotë, dhe në një mendje të vetme. Mos bëni asgjë për rivalitet.
Mos bëni asgjë që të jesh më lartë se tjetri. Çmoni thot, tjetrin më lartë se veten. Ta çmojmë njëri tjetrin, motra dhe vëllezër, aleluja, si birin e Perëndisë, si motër të zgjedhur nga Perëndia. Dhe ta shikojmë me këtë dashamirësi, motra dhe vëllezër, aleluja, që është i zgjedhur i Perëndisë. Ta çmojmë, thot Zoti, njëri tjetrin, vëllezër, as për mendje madhësi, thotë, por me përullësi, se cili ta çmoj tjetrin më shumë se vetvete. Kjo është thirrje që na bën Zoti, vëllezër, aleluja. Mos bëjmë asnjë gjë për mendje madhësi. Çfarë do lloj gjë që Zoti na ka dhënë, vëllezër, aleluja? Çfarë duhet? Të jemi shërbëtor të tjetrit. Të shërbejmë tjetrit, motra dhe vëllezër. Ne falenderojmë Perëndin. Prandaj thot këtu, vëllezër, me përullësi, se cili ta çmoj tjetrin më shumë se vetvete. Mos mendojë se cili për interesin e vet, por edhe atë të tjerë. Mos mendojë për interesat e veta gjithë se cili, thot motra dhe vëllezër, aleluja, por çfarë? Lutu për vllai. Lutu për motrën. Në çfarë do lloj situate që të jetë vllai apo motra, shpjere në Zot dhe lutu për vllai. Dhe nëse ne do lutemi vetëm për vëllezërin dhe jo për veten tonë, atëherë Zoti do të na japë, motra dhe vëllezër, aleluja. Prandaj duhet vllai Zot bekohet, motrën Zot bekohet të mos i mungojë asnjë gjë Zot. Të lutem dhe lutjen tonë, vëllezër, aleluja, Zoti e sheh. E sheh dhe se si del nga zemra ime, e them me gjithë zemër, apo e them të dëgjohet. Nëse unë e them me gjithë zemër, shkon në qiell. Nëse unë flas që të dëgjojnë të tjerët, shkon deri në tavan, motra dhe vëllezër, dhe nuk dëgjohet lutja. Prandaj lutja bëhet në fshehtësi të Zotit. Çdo lutje që bëhet, vëllezër, në fshehtësi, mos kujtoni se nuk dëgjon Zoti. Zoti sheh zemrat e njerëzve. E falenderojmë Perëndin. Kini në ju, po atë ndjenjë që ishte në Jezu Krishtin. Çka si thot fjalë? Kini në ju atë ndjenjë që kishte Jezus Krishti, që ishte në Jezus Krishti. Çfarë? Cila ishte ndjenja që kishte Jezus Krishti, motra dhe vëllezër? Që la qiellin dhe erdhi për të bërë një vepër. Këtë ndjenjë, thot, duhet të keni edhe ju që jeni thirrur nga Perëndia. Dhe ndjenja ishte, vëllezër, aleluja, erdhi, thot, fjala e Perëndisë, nuk e çmoi veten se kush ishte i barabartë me Perëndinë, por e përuli veten, thot. U bë në trajt i njeriu, motra dhe vëllezër, aleluja, për çfarë? Për t'i shërbyer njerëzve. Vetë Jezus Krishti erdhi të na shërbejë, motra dhe vëllezër, aleluja. Sa më shumë ne duhet ta bëjmë një gjë të tillë për vëllezërit dhe motrat që Zoti na ka dhënë. I cili thot, edhe pse ishte në trajt Perëndie, nuk e çmoi si një gjë ku të mbajë fort për të qenë barabar me Perëndinë, por e zbrazi veten e tij, duke marrë trajt të shërbëtori dhe u bëi ngjashëm me njerëzit. Kjo ishte ndjenja, motra dhe vëllezër, aleluja, që kishte në Jezus Krishti. Dhe na thot ne edhe ju të keni të njëjtën ndjenjë që kishte Jezus Krishti. Zbrazë veten nga të gjitha gjërat, prule veten, aleluja, përpara të gjithë vëllezërve dhe bëu shërbëtori i vëllezërve. Që t'ju shërbesh vëllezërve. Për këtë jemi thirrur, vëllezër, aleluja, që t'i shërbejmë njëri tjetrin. Folëm para pak ditësh, vëllezër, aleluja, që kisha është një spital. Dhe kisha është vërtet, motra dhe vëllezër, një spital ku njeriu vjen nga jashtë i lodhur dhe del nga kisha i çlodhur. Vjen nga jashtë i sëmurë, motra dhe vëllezër, dhe del nga kisha i shëruar.
Është vërtet një spital, po si funksionon, motra dhe vlezër, ky spital? E falenderojmë Perëndin. Ku të gjithë ne që Zoti na ka thirrur vlezër, aleluja, bëjmë pikërisht vullnetin e Perëndisë, i shërbejmë njëri tjetrit, vlezër, aleluja, është vërtet një spital ku në çdo nevojë të gjendet pranë kush infermieri, të gjendet pranë doktori, të gjendet pranë motra dhe vlezër anestezisti, të gjithë kanë nga një shërbesë në kishë vlezër, e falenderojmë Perëndin. Dhe duke bërë secili atë çka Zoti i ka vënë motra dhe vlezër, dhudi nëpërmjet frymës të shenjtë, çfarë është? Ti shërbej tjetrit. Jo vetes. Kam mësuar diçka në shkollë për çfarë? Ti shërbej tjetrit, motra dhe vlezër. Dhe duke u gjetur nga pamja e jashtme por si një njeri, e përulli vetveten duke u bërë i bindur deri në vdekje të kryqit, thotë. Nuk e konsideronte veten, motra dhe vlezër, aleluja, por çfarë? E përulli, thot, veten e tij deri në vdekje të kryqit. Kësaj vdekje, motra dhe vlezër, aleluja, do të shpëtoheshe njerëzimi. Nëpërmjet këtij flijimi do të na jepte ne jetë të përjetshme, e falenderojmë Perëndin. Dhe ne duhet ta konsiderojmë, motra dhe vlezër, aleluja, thirrjen e Perëndisë si një shërbesë për tjetrin, që të tjerët të shohin dhe të shpëtohen dhe të japin lavdi Perëndisë, vlezër, aleluja, e falenderojmë. Ka njerëz të tillë? Ka akoma sot që e zbatojnë fjalën e Perëndisë? Pyesi të krishterët sot, sepse duke lexuar fjalën e Perëndisë, asnjë njeri nuk sheh, motra dhe vlezër, aleluja. Kush janë këta? Cilët janë këta që e zbatojnë fjalën e Perëndisë? E pikërisht, vlezër, aleluja, fryma e shenjtë i bën, motra dhe vlezër, aleluja, të gjithë të thirrurit që të jenë vërtet shërbëtorë të njëri tjetrit, shërbëtorë të Zotit, vlezër. Prandaj dhe Perëndia e lartësoi madhërisëm dhe i dha një emër që është përmbi çdo emër. Sepse u përull, motra dhe vlezër, aleluja, dhe u bë shërbëtori i të gjithëve, Zoti e lartësoi dhe i dha një emër të madh. Ashtu dhe ne, motra dhe vlezër, aleluja, të njëjtin emër do të kemi. Kur ta shohim atë, jeta jonë që do të vijë me bori kryeangjëlli dhe ne do ta shohim atë kur të vijë, ai thot, jeta jonë, atëherë ne do të shohim se jemi të ngjashëm me të. Rruga jonë, motra dhe vlezër, është të ecim sipas fjalës të Perëndisë, që të jemi të ngjashëm me të në atë ditë. Ata që janë të ngjashëm me Jezus Krishtin, motra dhe vlezër, do ta shohin lavdinë e Perëndisë, do ta shohin Krishtin. Ky është qëllimi i thirrjes tonë nga Perëndia, vlezër. Që nëpërmjet fjalës të Perëndisë, ai që e ka këtë shpresë thot, që do ta shohë Perëndinë, le ta pastroj veten nga çdo lloj paudhësie, ta pastrojmë veten, vlezër. Është koha jonë sot. Është kohë e çmuar për çfarë? Për veten tonë. Që ne na jep Zoti mundësi, vlezër, aleluja, që të pastrojmë veten dhe të shohim qiellin. E falenderojmë Perëndin. Nesër nuk ka kohë, vlezër. Do të rri sot, pa nesër do të lutë. Nuk ka kohë nesër. Askush nuk është i sigurt për të nesërmen, vlezër, aleluja. Sot është ora ime, ora jonë që ne çfarë? Të themi Zot, fale shërbëtorin tënd. Nuk jam ashtu siç ti dëshiron. Vepro në mua, Zot, sepse unë dua të shoh lavdinë tënde në qiell. Jam i dobët, Zot, aleluja. Por fryma e shenjtë mund të bëjë gjithçka në mua. Unë dua, Zot. Dhe Zoti këtë zemër nuk do ta lërë më njënë, motra dhe vlezër. Kjo është një zemër e përullur që i dorëzohet Zotit dhe Zoti do ta marrë, thotë, dhe do ta lartësoj dhe do ta bërë në fron. Do të ulemi në fron me Jezus Krishtin. Pse, motra dhe vlezër? Sepse jemi trupi i Krishtit. Jezus Krishti është koka që drejton, motra dhe vlezër, aleluja, por kisha është trupi i Jezus Krishtit. E kupton?
kuptoni se çfarë afrimiteti na ka dhënë Zoti, se çfarë do të jemi vëllezër. Trupi i Zotit ton Jezus Krisht. Dhe këti trupi, Zoti do t'i shtojë ditë për ditë, cilët më të shpëtuarit. Gjymtyrët që ka nevojë kisha, Zoti do t'i sjellë vëllezër. Kur ne të funksionojmë sipas fjalës të Perëndisë vëllezër. Me frikë dhe dridhje, thot këtu pak më poshtë do ta shohim vëllezër. Do të hyjmë në mbretërinë e Perëndisë. Që në emër të Jezus Krishtit të përkulet çdo gjuhë i krijesave qiellore, toksore dhe nëntoksore. Në emër të Jezus Krishtit, gjithkush do të dalë dhe do të përulet, thot motra dhe vëllezër, përpara tij. Kur erdhi këtu, e përçmuan njerëzit, motra dhe vëllezër, por ai erdhi sepse kishte një vepër dhe nuk erdhi t'i gjykonte njerëzit që e përçmonin, por erdhi t'i falte. Në kryq, motra dhe vëllezër, mes dhimbjesh, ai falte. Ne shanim, motra dhe vëllezër, ai thoshte fal Joab, sepse nuk din ç'bëjnë. Kjo ishte dashuria, vepra që ai kishte erdhur për të bërë, motra dhe vëllezër, që ne të shpëtoheshim. Unë nuk erdha ta gjykoj botën, por unë erdha që nëpërmjet meje bota të shpëtohet, motra dhe vëllezër. E falenderojmë Perëndin. Dhe çdo gjuhë të rrëfej se Jezus Krishti është Zot për lavdi të Perëndisë. Prandaj të dashurit e mi, ashtu sikur keni qenë gjithnjë të bindur, jo vetëm kur isha i pranishëm, por edhe më shumë tani që jam larg jush, punoni për shpëtimin tuaj me frikë dhe dridhje. Punoni vëllezër për shpëtimin tuaj me frikë dhe dridhje. Jam aty ku do Zoti. Sepse nëse nuk arrit dot vëllezër, aleluja, të kuptoj ku jam, vetëm nga pakujdesia, gjithë mundimi im, motra dhe vëllezër, do të jetë i kotë. 120 vjetë, motra dhe vëllezër, Noe ndërtonte arkën. Dhe nga pakujdesia, motra dhe vëllezër, aleluja, njerëzit, duke u tërhequr nga bota për jashta, talleshin me Noen që ndërtonte një varkë shpëtimi për të shpëtuar familjen, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk kishte punra të tjera, nuk mund të argëtojë si që argëtoheshin të tjerët, jo, kishte dëgjuar zërin e Perëndisë. Dhe ishte bindur zërit të Perëndisë, vëllezër, aleluja. Dhe ne na janë dhënë të gjithë këto shembuj. Për çfarë? Që ne të kuptojmë, vëllezër, aleluja, qëllimin e Perëndisë. Ne dimë të shohim nëpërmjet fjalës të Perëndisë, që ata që i qëndrojnë besnik fjalës të Perëndisë, vëllezër, aleluja, Zoti kurrë nuk do t'i humbasë. Amin. E falenderojmë Zotin. Çfarë u bë, motra dhe vëllezër, me Noen? Kur njerëzit arritën të shihnin se çfarë kishte thënë Noe në 120 vjet, duke ndërtuar arkën, u penduan. Hape Noe kishte të drejtë, por nuk mundej më, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk mundej. Dhe kjo është ora sot. Ora që njeriu, motra dhe vëllezër, aleluja, vëllezërit, të marrin vendim për veten e tyre. Thamë, askush nuk e di të nesërmen. Po sot është ora ime të kem këtë marrëdhënie me Perëndinë. Ti kërkoj të falur Zotit dhe ai është i mëshirshëm. Dhe ai fal, motra dhe vëllezër, aleluja, sepse i di dobësitë tona. Por këto dobësi nuk duhet të na mbajnë në të njëjtin vend, por duhet të forcohemi që ne të rritemi, motra dhe vëllezër, aleluja, në besim. Që ne të rritemi në frymën e Perëndisë, që ne të jemi një popull i veçantë, krejt ndryshe nga jeta e njerëzve që na rrethon. Ky është qëllimi i Perëndisë. Na thiri që të bëj një vepër shpëtimi në të gjithë të tjerët, motra dhe vëllezër. Ju jeni dritë në këtë botë, thot Zoti. Njerëzit ju shohin ju dhe t'i japin lavdi Perëndisë, një popull i zgjedhur, që midis tyre ishte Perëndia, që Perëndia bënte vepra të fuqishme, dhe atyre ju kishte hyrë druajtja, thot. Druheshin, motra dhe vëllezër, aleluja, kush? Njerëzit që na rrethojnë. Pse aty hyri dikush i verbër dhe doli duke parë. Hyri dikush i sëmurë dhe doli i shëruar. E imagjinoni, motra dhe vëllezër, aleluja, një vepër të tillë, se ç'mund të bëj Zoti dhe të mbush kishën?
Vepra është e Zotit, vëllezër, aleluja, e falenderojmë Perëndin. Por që të veprojë Zoti, do besim. Përse nuk u bë një vepër e madhe, motra dhe vëllezër, aleluja, në vendin ku ishte Jezus Krishti? Sepse nuk besonin, vëllezër, aleluja. Ky është i biri i Jozefit, a nuk e njohim ne këtë kush është? I Marias dhe i Jozefit, që motrat e tij janë martuar me ne, i kemi në shtëpi. Çfarë thot ky që pas ka ardhur nga qielli? Dhe nuk besonin njerëzit, vëllezër. Dhe nuk u bën mrekullia atje, thot. Besimi, motra dhe vëllezër, aleluja, në Zot. Punoni për shpëtimin tuaj me frikë dhe tridhje. Sepse Perëndia është ai që vepron në vullnetin dhe veprimtarinën sipas pëlqimit të tij. Punoni ju, thotë, me frikë dhe tridhje, vëllezër, sepse është Perëndia që sipas pëlqimit të tij gjithsecilit do t'i japë, motra dhe vëllezër, aleluja. Bëni çdo gjë pa u ankuar dhe pa kundërshtime. Mos u ankoni, thot motra dhe vëllezër, aleluja. Pa kundërshtime, bëni çdo gjë që thot fjala e Perëndisë. Që të jeni, arsyeja, pse duhet të bindem? Pse duhet të jemi, motra dhe vëllezër, sipas kësaj që thot Zoti? Të jeni të paqurtushëm dhe të pastër, bij të Perëndisë. Shkoni çfarë emër të madh na dha Zoti. Nëse do t'i bindemi fjalës të Perëndisë, vëllezër, aleluja, frymës që na flet vazhdimisht, do të jemi të pastër si bij të Perëndisë. Bij të Perëndisë, motra dhe vëllezër, nuk ka zënka midis bijve të Perëndisë. Nuk ka kundërshtim midis bijve të Perëndisë. Nuk ka këtë e dua dhe këtë se dua, motra dhe vëllezër, por falenderon Perëndinën, familje që Zoti i solli, çmohet tjetri më shumë se veten tonë. Ky është urdhërimi që na ka dhënë Perëndia, vëllezër. Në këtë familje Zoti do të bëjë mrekulli. Në këtë familje, motra dhe vëllezër, aleluja, me këtë besim, sepse Zoti vepron, do të vijë tjetri i sëmurë dhe do të dalë i shëruar, vëllezër. Përderisa e thot fjala për ne është gjysmë, fjala është vetëm për të shpëtuar, motra dhe vëllezër. Nuk do të veproj Zoti me shërime për ta vërtetuar që Zoti është midis nesh. Amin, aleluja. Këtë thot fjala e Perëndisë, vëllezër, aleluja, dhe ne duhet ta besojmë. Po e besojmë, vëlla, e besojmë, por kontrollojmë veten ku jam sipas fjalës të Perëndisë. Sepse duhet të jemi që të gjithë në unitet, që të gjithë në një mendje, që të gjithë në bashkësi, motra dhe vëllezër, aleluja, ditë për ditë në tempull, duke adhuruar Perëndinë. Nuk është do vetëm një të dielë vetëm në kishe dhe u shpëtova, vëllezër, aleluja. Nuk mundet, vëllezër. Ditë për ditë ata thot ishin të mbledhur bashkë. Në tyrin e bukës shtëpi më shtëpi, dyert kishin hapur në për shtëpitë e tyre, dhe thrisnin vëllezër dhe motra, uleshin adhuronin Perëndinë, tregonin gjërat e mëdha të Perëndisë që kishte bërë në jetën e tyre. Kjo ishte jeta e krishtere. Dhe Zoti i shton te kishës ditë për ditë të shpëtuarit, vëllezër. E falenderojmë Perëndin. Kjo është kisha, vëllezër, që Zoti kërkon të ndërtojë. Si bij të Perëndisë, pa të meta, në mes të një brezi të pa drejtë dhe të çoroditur. Bij të Perëndisë që udhiqen nga fryma e Perëndisë. Pa të meta, vëllezër, aleluja, shkoni si thot fjala e Perëndisë, në mes të një brezi përjashta të çoroditur. Pietri ju lutej thot dhe ju përgjëroi njerëzve përjashta, motra dhe vëllezër. Në atë kohë shpëtojeni veten nga ky brez i çoroditur. Shpëtojeni veten nga kjo botë që ju rrethon, vëllezër, aleluja. Mos u ktheni përsëri në të vjellat, në ato që ne lamë, motra dhe vëllezër, aleluja. Por të shohim
Qiellin e hapur, motra dhe vëllezër, si bijtë të Perëndisë, të realizojmë thirrjen hyjnore që Perëndia ka bërë. Eja tek unë, biri im, kam një vepër për të bërë me ty. Dhe ne tham amin, Zot, vepro Zot, aleluja. Dhe tani ne duhet të ecim sipas vullnetit të Perëndisë. Le të bëhet vullneti i Perëndisë. Ja shërbëtorja jote, tha Maria. Le të bëhet sipas vullnetit të Perëndisë. Dhe nuk ishte ka që thjeshtë, vëllezër, aleluja. Pse? Sepse Maria në momentin që do të pranonte të bëjë vullneti i Perëndisë dhe do të mbetej shtatzanë sipas fjalës të Perëndisë, vëllezër, aleluja, do të fillonte përndjekja për të. Do të goditej me gurë, do të vritej. Ky ishte ligji. Por Zoti, motra dhe vëllezër, kur nis një vepër, i jep zgjidhje gjithçkaje. E falenderojmë Perëndinë. Prandaj vëllezër, aleluja, na ka thirrur Zoti, ja shërbëtori yt, ja shërbëtorja jote Zot. Le të bëhet vullneti i Perëndisë. Do të lindësh Krishti, do të jesh Krishti, motra ime, vlla im, për tjetrin. Në shtëpinë tënde, në njerëzit që të rrethojnë, je Krishti. E falenderojmë Perëndinë. Do përndiqesh për këtë emër, do të shajnë për këtë emër, do të përzejnë, thot, për këtë emër. Dhe mua kështu bën, thot Jezus Krishti. Në mua kështu vepruan, thot. Por ti mos mërzit, thot Zoti. Unë e munda botën, edhe ju do ta mundni botën, tha. E falenderojmë Zotin, vëllezër, aleluja. Në mes të cilit ju ndriçoni si pishtar në botë, duke e mbajtur larg fjalën e jetës. Është fjala e jetës, motra dhe vëllezër, aleluja, kjo që flasim. Ajo që na jep jetë të përjetshme, vëllezër, aleluja. Prandaj Zoti thot, duke e mbajtur larg këtë fjalë, ju jeni pishtarë, thot, në këtë botë. Ju jeni dritën në këtë botë, motra dhe vëllezër, aleluja. Falenderojmë Perëndinë. Është tjetër vepër, motra dhe vëllezër, vepra e Zotit. Dhe është tjetër, motra dhe vëllezër, vepër njerëzore. Vepër njerëzore e bëjmë sipas mendimit tonë, motra dhe unë mendoj, nëse s'kemi kështu, hajde të bëjmë edhe diçka tjetër, hajde të futim edhe ndonjë gjë tjetër, motra dhe jo. Përveç fjalës të Perëndisë, asnjë gjë nuk do të futin midis nesh, motra dhe vëllezër. Kush i heq një presje, thotë, fjalës të Perëndisë, vëllezër, do t'i hiqet emri nga libri i jetës. Kush i shton fjalës së Perëndisë diçka, do t'i shtohen plagët të përshkruara në këtë libër, vëllezër. Prandaj ne do të qëndrojmë besnik fjalës të Perëndisë. Nuk ka, motra dhe vëllezër, ndjenja. Ka dashuri. Tjetër është ndjenja, vëllezër, tjetër është dashuria. Dashuria është e përsosur, vëllezër, aleluja, e falenderojmë Perëndinë. Dashuria erdhi nga qielli dhe na dha jetë të përjetshme, u flijua. Kjo është dashuria, jo ndjenja. Jo, motra, kush dëshiron të më ndjekë ka jetë të përjetshme, tha Zoti. Po unë të rres shumë, po unë i them Zotit, unë i qaj në Zot, nuk janë këto lotët, motra dhe vëllezër, aleluja. Është besimi që ti ke në Zot. Nëse ti beson sa një kokër si napi, Zoti do të përgjigjet, motra ime, aleluja. Sepse muri në zemër, motra dhe vëllezër, aleluja, ajo grua që kishte rjedhje gjaku, po ta preki Jezus Krishtit rroben e tij, unë do shpëtohem, unë do shërohem. E falenderojmë Perëndinë. Dhe shkoi dhe e preku dhe mori atë që deshte, sepse kishte besim. Eja me besim në kishë, vllai im, motra im. Eja me besim se Zoti është këtu, aty ku janë 2 apo 3 të mbledhur në emrin tim, unë jam midis tyre. Dhe unë vi me këtë besim nga shtëpia. Do shkoj të takoj Jezus Krishtin. Do shkoj dhe do t'i them, Zot, kam këtë problem. Dhe ti thua, unë jam aty. Merre ti problemin tim, Zot. Dhe unë do të adhuroj emrin tënd, Zot. Kështu do të vinë në kishën, motra dhe vëllezër, aleluja. Unë jam i sëmurë, unë motra ime, aleluja. Thirrë Zotin, Zot, ti je këtu, ti je doktori im. Ku të shkoj përveç teje, Zot, aleluja. Dhe Zoti do të vijë dhe do të vërdorën me ty dhe do të shëroje. Të dua, bia ime, të dua, unë jam këtu për ty. E falenderojmë Perëndinë. Ky është Zoti ynë, motra dhe vëllezër, që është besnik. Që unë të kemë me se të krenohem në ditën e Krishtit.
Se nuk vrapova kot, dhe as nuk mundova kot. Që unë, gjithë se cili nga ne, të thotën, që unë, shkoni vlezër, aleluja, vereni vetën tuaj në këtë vakë, që unë të kemë me se të krenohem në ditën e Krishtit, se cili nga ne, të ketë me se të krenohem për para Perëndisë, motra dhe vlezër, aleluja. Cila është krenaria jonë? Besnikëria ndaj Jezus Krishtit, motra dhe vlezër, aleluja. Ishpura një shpirt Zotit vlezër, e falenderojmë Perëndin. I dhash Zotit një dhuratën, motra dhe vlezër, aleluja. I fola dikujt e u kujdesa për te, e rojta, motra dhe vlezër, e solla në bashkësi, u kujdesa çfarë mungon për te. Dhe ky është flijim. Dhe ky është flijimi që ai njeri të shpëtohet. Kjo është, motra dhe vlezër, aleluja, pagesa që ne do të marrim në Krisht. Falenderit, thot bia ime. Ke punuar për shpëtimin, ke punuar për mua, unë do të shpërblej, thot Zoti. E falenderojmë Perëndin. Imagjinoni vlezër, aleluja, sot jemi 20 veta. Nëse një njeri nga ne do të sjell një njeri, motra dhe vlezër, në vit, kisha do jetë 40 veta. Në vit, motra dhe vlezër, do jetë 41 në vit, sikur unë të jetoj një vit të tërë, të punoj një vit të tërë për të shpëtuar një shpirt, motra dhe vlezër, aleluja. E imagjinoni çfarë vepre e madhe bëhet. Si mund të ndodhë kjo, vlla, duke qenë në frymën e Perëndisë, duke u mbushur plot, motra dhe vlezër, ti thua Zot, drejto më Zot. Të shërbej Zot për këtë që më ke thirrur. Për çfarë shërbejmë, motra dhe vlezër? Shërbesa është të vimë në kishë. Shërbesa është me jetën tonë të tregojmë Krishtin në jetën tonë, vlezër. Kjo është shërbesa jonë. Por edhe si kur ti jem derdhur për flijim në këtë dhe shërbesë të besimit tuaj, gëzimi im do të ngazëllohet me ju të gjithë. Po ashtu edhe ju ngazëlloni, gëzoni me mua. Amin. Ky është gëzimi ynë, thotë motra dhe vlezër, aleluja, që njerëzit të shpëtohen. Kjo është qëllimi i Perëndisë, vlezër, aleluja, që të na përdorë ne si dritë që njerëzit të shpëtohen. E falenderojmë Perëndin. Zoti ta bekojë këtë fjalë. Ne tani lërë të ndihemi dhe bëjmë i kaki.